Shkolla e mesme, gjimnazi Kirill Peqinović këtu në Tetov, por edhe gjimnazi 7 Marsi, që në orën e parë të fillimit të mësimit sot u detyruan që t'i largojnë nxënësit nga objektet shkollore, shkaku se erdhi sektori punëve të brendshme dhe ju tha që ka alarm për bombë. Për dallim nga rastet e tjera, alarmi paralajmërues për bombë sot nuk erdhi në postën elektronike të shkollës, por në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Alarmin e kanë dhënë organet e rendit, do të thonë policia. Ngjeshmëria është evidente, mirë po kësaj radhe dallimin mes herave tjera është se nuk na kanë ardhur emailë neve te shkolla, por ju kanë shkuar në polici. Kështu që ne fare nuk kemi ditë asgjë. Ne në mëngjes si zakonisht nxënësit kanë hyrë nëpër klasa, edhe kësaj radhe kanë ardhur vetë policia këtu dhe kanë kërkuar që nxënësit të dalin nga objekti shkollor. Edhe kështu ka ndodhur. Bashkë me policinë, përgjegjësat e ndërimit i kanë nxjerrë nxënësit nga mësimi edhe po vijon kontrollim. Nga sektori i punëve të brendshme i Tetovës thonë se po punohet në zbardhjen e rastit dhe vendin nga ku është dërguar emaili. Sektori për punë të brendshme Tetov menjëherë ka ndërmarrë të gjitha masat dhe aktivitetet dhe ka evakuuar shkollët nga nxënësit të cilët janë siguruar në pjesët e jashtme të shkollës dhe janë ndërmarrë të gjitha masat për kontrollin e objektit, kështu që është konstatuar se bëhet fjalë për një alarm të rreshëm, të cilët kohëve të fundit para viteve të fundit janë shpeshtuar dhe Ministria e Punëve të Brendshme merr të gjitha masat, pra sektori për krime kompjuterike dhe forenzik marrin të gjitha masat për zbulimin e personit dhe lokacionit ku gjendet personi i cili ka dërguar këtë email adresë. Sipas të dhënave të policisë, emaili dyshohet të jetë shkruar në gjuhën maqedonase, pastaj teksti është përkthyer në shqip dhe është i ngjashëm me emailet apo alarmet e rrejshme të dërguara në të kaluarën.